Në ditët në vijim, sipas Ministrisë, pritet të nisë realizimi i kthimit të qytetarëve tanë nga Emiratet e Bashkuara Arabe, si dhe atyre që ndodhen në Katar, Bahrein dhe Kuvajt, për tash parapar kthimi me fluturime të organizuara përmes Arabisë Saudite. Në kuadër të procesit të evakuimit, deri më sot në ambasadën e Republikës së Maqedonisë së Veriut në Abu Dhabi janë evidentuar 505 shtetas të Maqedonisë së Veriut, prej të cilëve 458 qëndrojnë në Emiratet e Bashkuara Arabe. Nga Kuvajti janë paraqitur 31 persona, ndërsa 14 nga Bahreini. Në Doha janë evidentuar 141 shtetas. Ministria e Punëve të Jashtme përsëriti thirrjen që të gjithë shtetasit që ndodhen në rajonet e prekura Emiratet e Bashkuara Arabe, Katar, Bahrein dhe Kuvajt, nëse ende nuk kanë bërë këtë, sa më parë të kontaktojnë përfaqësinë përkatëse diplomatiko-konsullore ose numrin SOS të ministrisë. Ministria e Jashtme dje njoftoi se do të ndajë 60 milion denar, afërsisht 1 milion euro, për evakuime nga vendet e prekura nga konflikti në lindjen e mesme. Me vendim të qeverisë, tashmë ka nisur procedura për përprokurim publik për organizimin e fluturimeve charter.